Dorëheqja kërkesa kryesore e protestuesve nuk është opsion për mazhorancën socialiste. Sekretari i përgjithshëm i PS Blendi Klosi thotë se ndaj protestës do të jenë të kujdesshëm për të dëgjuar kërkesat e drejta qytetare, por mandati i 4 qeverisës do të çohet deri në fund. Ne kemi ndarë që në fillim të erës kërkesat qytetare dhe kërkesat e drejta me kërkesën politike, përsa i përket kërkesave politike. Partia Socialiste vazhdon të jetë konsekuent edhe besnik mandatet që i kanë dhënë sot qytetarët shqiptarë në 11 maj të vitit kaluar. Kemi një marrëveshje ta çojmë ato përpara, të integrojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, të shtojmë padyshim gjithmonë më shumë investimet për qytetarët, shërbime për kafshë qytetarëve dhe të forcojmë Shqipërinë. Ky është mandati që kemi marrë. Atij mandatin ne do të përgjigjemi. Numri 2 i socialistëve komenton edhe zërat në radhët e të majtove që kanë dalë pro protestës, siç është deputetja e larguar nga PS Mariana Koçeku apo Elisa Spiropali, zëra që Klosi thotë se nuk e përçajnë partinë. Partia Socialiste vazhdon të jetë e konsoliduar. Madje ai thotë që PS po përgatitet që në garën e ardhshme vendore të 2027-s të jetë fituese në të gjithë territorin. Gatshëm për të filluar nga puna intensivisht për të fituar të 61 bashkitë të Shqipërisë. Deklaratat numri 2 i PS i bëri gjatë festës së beslidhjeve të Poçemit, kushtuar historisë, traditës dhe identitetit të Mallakastrës, ku morën pjesë edhe kryebashkiaku Qerim Ismaili, si dhe deputeti i zonës Klevis Jahaj, ndërsa mes aktiviteteve u mbajtën panajiri produkteve lokale, ekspozita e forcave të armatosura, koncerti i orkestrës simfonike të Ministrisë së Mbrojtjes, kinemaja e hapur me filma patriotik shqiptare të tjerë.